Transmetohet nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se ka thënë, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhafu al-iman." Kush sheh një të keqe, le ta ndryshojë atë me dorë. Nëse nuk ka mundësi, atëherë me gojë. E nëse nuk ka mundësi, atëherë me zemër. Por ky është imani më i dobët, transmeton Muslimi. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka sqaruar shkallët e urdhërimit për të mira dhe ndalimit nga të këqijat, të cilat janë 3 shkallë. Shkalla e parë është ndalimi i të keqes me dorë për atë që ka mundësi, duke e hequr të keqen fizikisht. Kjo i takon pushtetarëve dhe zëvendësve të tyre, si dhe secilit që ka një lloj pushteti, siç është prindit e fëmijët e tij, burrit e gruaja e tij, pronari në pronën dhe punën e tij dhe të ngjashme. Ata që kanë fuqinë në këtë mënyrë e kanë obligim të detyrojnë njerëzit ta zbatojnë ligjin e Allahut, që është obligim. Nëse nuk është nga ata që kanë autoritet dhe pushtet, si në shkallën e parë, atëherë kalon në shkallën e dytë dhe vazhdon ta ndalojë të keqen me gojë, duke folur për të mirën, duke urdhëruar për të, duke sqaruar të keqen dhe duke e qortuar atë. I përkujton njerëzit për fenë dhe për ligjin e Allahut me urtësi, me këshilla të bukura, me butësi dhe me dashamirësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli." Allahu e do butësinë në secilën çështje. Dhe ka thënë: "Inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana, wa la yunza'u min shay'in illa shana." Çdo herë kur butësia gjendet në një gjë, ajo zbukurohet, dhe çdo herë kur i hiqet një gjëje, ajo shëmtohet. Këto 2 hadithe të transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Nëse nuk ka mundësi ta bëj këtë, atëherë kalon në shkallën e tretë, që është mohimi dhe kundërshtimi i të keqes me zemër. Ky është imani më i dobët dhe vepra më e paktë për ndalim të së keqes. Por, megjithatë, është shenjë e imanit. Kur njeriu e urren të keqen me zemër, mërzitet pse ndodhin këto të këqija dhe nuk është i kënaqur, atëherë kjo është shenjë se në zemrën e tij ka iman. Por nëse pajtohet me të keqen dhe ndjek atë, atëherë gjendja e tij është e mjerueshme.